Rama përballet me qytetar pas daljes nga mbledhja në Durrës o Hajdut. Këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama është përplasur me banorë të Durrësit pas takimit për projektin TID. Teksa Rama po dilte nga ambientet e Bashkisë Durrës u përball me një grup qytetarësh që po protestonin kundër projektit. Gjatë momentit të tensionuar, disa prej tyre ju drejtuan thirrje kryeministrit o Hajdut. Në reagimin e tij, Rama u shpreh: "Çfarë qytetarësh? Ju jeni Partia Demokratike, këta janë qytetarët. Unë ja ku jam me ta. Ju jeni PD. Unë me këta jam", duke akuzuar protestuesit se vepronin me mbështetje politike. Pas takimit që zgjati rreth 2 orë gjysmë, kreu i qeverisë deklaroi se projekti do të vijojë, pavarësisht kundërshtimeve dhe se prishje objektesh do të ketë. Sipas njoftimit Bashkisë Durrës, banorëve u është kërkuar që deri në 16 shkurt të lirojnë vullnetarisht banesat në funksion të zbatimit të projektit TID. Ndërkohë, një pjesë e banorëve vijojnë ta kundërshtojnë planin, duke kërkuar transparencë dhe garanci për trajtimin e pronave të tyre.